Kryedemokrati Sali Berisha njoftoi se do të paraqitet në SPAK të mërkurë për të dëshmuar si person në dienim mbi rrethanat e ngjarjes së 21 janarit. Ai theksoi se çështja është hetuar më parë nga ekspert ndërkombëtar dhe kombëtar dhe e cilësoi procesin aktual si një hetim politik. Dhe vetëm dje, kur shkoj unë aty, ata zotërin thonë, ka dhe këtë njoftim. Po shumë mirë, po sigurisht, si të mos e mirë ja, ka këtë njoftim, shumë dakord. Nesër do jam aty, sepse shumë normale, ndonse e deklaroj që sot që ky është jetim politik, sepse çështja është hetuar me ekspert shqiptar, ndërkombëtar, ku ta diun me radhë. Është hetuar ajo. Është bërë plot hetimi në të 4 anë, por nuk jam thirr, nuk më kanë pyetur një herë. Po a di pse s'm kanë pyetur? Se isha njeriu i sulmuar, se isha njeriu i rrethuar. Ndaj dhe nuk u lëvërdistet të thristin. Jo. Për pranin e ullët të mbështetësve në platformën e tij parlamentare qytetare, ai e lidh këtë me faktin se nuk ishte organizuar një protestë kombëtare. Sipas Berishës, foltorja kishte për qëllim të mobilizonte qytetarët për të kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe zëvendëskryeministres Belinda Balluku. Nuk ka qenë protestë kombëtare, nuk ka qenë thjesht një foltore dhe do të jetë foltore parlamentaro qytetare. Vin ata që duhen të vinë. Kjo është, çdo interpretim tjetër është absolutisht jo real. Çfarë ka qëllim ajo? Themelimi i një foltorje historike, që do vazhdoj pa ndërprerje. Natyrisht, kjo periudhë dhe njëherë, partia do përqendrohet sepse nuk mundet që partia të mos bëj analizën e vet. Berisha nuk la pa kritikuar dhe reagimin e qeverisë ndaj përbytjeve, duke e cilësuar mbrojtjen civile si inekzistente dhe duke akuzuar se qytetarët janë lënë në mëshirë të natyrës dhe të Zotit të vet. Qindra familje në rrethet Lezhë, Kurbin, Mat dhe Dukagjin, Shkodër janë në mëshirën e fatit, kanë përjetuar të merren nga vërshimet e papërmbajtura të lumeve, ujrave dhe narkoqeveria e tëra është në narkoz. Asnjë ndihmë, asnjë mbështetje. Njerëz të lënë në mëshirën e natyrës dhe të Zotit vet. Akuzat ndaj qeverisë vazhduan edhe gjatë mbledhjes së kryesisë së Partisë Demokratike, ku u diskutua për zgjedhjet e ardhshme që do të përfshijë 77 degët e partisë. Berisha premtoi se foltorja historike dhe aktivitetet e partisë do të vazhdojnë duke qëndruar në fokus të angazhimit politik dhe monitorimit të situatës në vend.